thotë që dua një lop për firmën ku kam, do më jepte këto të mira etj. Dhe fton shqiptarin këtu dhe i thotë që shiko, ky kolegu jot kërkoi këtë, ti çfarë kërkon? Unë dua ta ti heqësh lopën aty. Dhe paga shumë kjo është historia, pra, ne si shqiptar nuk e duam arritjen e njëri tjetrit. Dhe unë për shembull kur shikoj edhe në qarqet universitare ku kam punuar, unë shikoj nëse shefi është italian, po thoj se të gjithë janë italian. Nëse shefi është grek, po thoj se të gjithë janë grek. Ama po që shefi shqiptar, rrallë gjenë që të jetë një shqiptar. Ndërkohë që ne duhet investonin sepse është kapital, duhet të kënaqësi që si thua adetari jot po zhvillohet. Dhe këtë ne duhet ta ndryshojmë. Ta duam njëri tjetrin, ta gëzojmë arritjen e njëri tjetrin dhe ta shtyjmë njëri tjetrin për të zhvilluar më tej.